23 shkurt, ngrihuni për vendin tuaj, Rama duket se nuk po dorëzon një nga lindat, e cila duhet të arrestohet dhe rrezikon 35 vjet burg, mbase më shumë se Meta, por aty me velije. Gjykatat duhet të respektohen, por ne nuk kemi gjykatat siç ka nivel në Amerikë. Një përplasje e madhe po ndodh me gjykatën supreme me presidentin Trump, duke i treguar kufin dhe ai nuk është mbret. Do mundohem që t'ja shpjegoj sadopak situatën. Nëse ju doni që askush të mos flas me ju në mënyrë sociale në Amerikë, flisni për tarifë. Megjithatë, presidenti Trump beson se presioni ekonomik mbi vendet e huaja mund të mbrojë Amerikën nga sjellja rrezikshme. Kina është shembulli më i mirë. Pra mund të përdorësh karrotën dhe shkopin. Nëse Pekini nuk promovon kaos, ai merr mundësi më të mira tregtare në Amerikë. Nëse sillet keq, Trump vendos dënime tarifore duke dëmtuar kështu ekonominë e Kinës. Presidenti thotë se ka të drejtë ligjore ta bëjë këtë nën flamurin e asaj që quhet më thonjza siguria kombëtare. Ai po mbron amerikanët me strategji ekonomike në vend që të përdor fuqinë ushtarake. Kundërshtarët thonë se vizioni i Trump është jo kushtetues, sepse dokumenti themelar, kushtetuta i jep Kongresit të drejtën për tregtinë e jashtme. Kjo është e vërtetë, por kushtetuta gjithashtu i jep presidentit kompetenca kur kombi është në rrezik. Dhe Trump i beson këtë dhe bazohet tek uhaja kombëtare 37 trilion dollar. Deficiti i madh tregtar me vendet e huaja që dëmtojnë mirëqenien tonë ekonomike, duke bërë kështu që vendi të jetë më i dobët. Gjykata vendosi, Gjykata Supreme 6-3 kundër presidentit Trump. Besoi se ishte politike në këtë vendim. Çdo jurist i ndershëm mund të kishte vendosur në të dy kahet. Siguria kombëtare është siguri e përfshirë me tregtinë ndërkombëtare. Dhe tarifat mund të përdoren për të ndalur kaosin që mund të dëmtojë Amerikën. Dhe gjyqtarët e dinin këtë. Megjithatë, mendoi se 6 votuesit kundër Trump duan të frenojnë pushtetin e tij. Trumpi është narcisist. Trumpi kujton se është si mbret dhe nuk pyet askë. Ata gjyktarët pra që votuan kundër shikojnë presidentin si tejkalues të vijës, duke injoruar ndarjen kushtetuese të pushteteve. Dhe ky është çelësi i vendimit të tarifave. Por menjëherë presidenti Trump ka njoftuar tarifa prej 15% në të gjitha nivelet, këtë radhë bazuar tek seksioni 122 i ligjit tregtar, por ka të drejtë vetëm për 150 ditë. Gjykata Supreme nuk do të ndërhyjë në atë nëse marrëveshje të tjera si kjo mund të marrë vendim, sepse e ka dhënë mesazhin, e ka thjesht për të thënë Trump, ndan, ti nuk ke drejtë të jesh mbi çdo gjë. Respekto procesin kushtetues. Kaq. Ka një kthes personale në vendimin e tarifave, i cili zgjatet më shumë se ç'duhet. Mbase gjyqtarët kanë qenë duke dremitur sepse ishin temë e përgjumur. Megjithatë, Trump do të vazhdojë të mbajë një shkop të madh në tregti. Ai ka 3 vjet për të demonstruar se vizioni i tij për sigurinë kombëtare është pozitiv, jo vetëm për Amerikën, por për të gjithë botën. Dhe besoj se Trump nuk tërhiqet. Do ta ketë këtë betejë, por nga ana tjetër, Gjykata Supreme krijoi një precedent. Unë e thash, në qoftë se larg qoftë kthehet Kamala Harris, çfarë ndodh? Me urdhër ekzekutiv pa pyetur Senatin, Kongresin, do të shtetësonte bankat, fabrikat, sepse ata socializëm aspirojnë, si majori këtu në New York. Por çdo ditë ka gjërat e saj të bukura. Dje ka qenë një fitore e madhe, ku mbas 46 vitesh amerikanët kanë fituar me kanadest. Pothuajse të gjithë që ata që unë njoh këtu janë gëzuar nga suksesi i ekipit amerikan, për të fituar medaljen në artë olimpike. Jo vetëm që ekipi ishte i aftë në akull, por u soll me dinjitet dhe patriotizëm pas fitores. Sigurisht do të ketë amerikanë që do të ngrenë atë temën e nacionalizmit për të kundërshtuar këtë fitore. Ta janë njerëz që nuk pëlqejnë shumë Amerika, duke besuar se nuk është një vend fisnik, për fat keq janë me miliona. Dhe nacionalizmi përkufizohet si një ideologji që thekson besnikërinë intensive ndaj kombit të dikujt. Baneta ka thënë disa herë në emision, vetëm nacionalizmi shpëton Shqipërinë, dhe unë jam dakord. Por nacionalizmi mund të jetë si pozitiv, ashtu dhe negativ. Të gjithë e dim se çfarë ndodhi mbasi Partia Nacional Socialiste mori pushtetin në Gjermani.
nazistët shitën konceptin vdekjeprurës të racës mizotruse dhe shumë gjermanë e blenë këtë koncept. Megjithatë, krenaria për Amerikën është një atribut shumë pozitiv dhe ekipi i hokejit e shfaqi atë. Nuk kemi si futbollistët amerikan Kaepernick ose Dix që uleshin në gjunjë kur luaj himnin kombëtar. Vlerat amerikanët, punës pa lodhur, punës në grup, këmbguljes bëjnë diferencën. Më në fund të gjithë nuk ishin të lumtur që dhe Kanadaja humbi, sepse ata djem luajtën shkëlqyeshëm. Çdo njeri logjik do donte uljen e tensioneve midis dy qeverive. Kanadaja duhet të jetë aleati ynë më i ngushtë. Pra një përshëndetje për të dy ekipet që na bën krenar, dhe amerikanët këtë duhet ta besojnë. Ndërkohë që ju mundova të them se çfarë ndodh me gjykatën supreme, në Shqipëri Rama, i përbuzëri i Rubios, i cili e pa që askush në administrat nuk ka në dashuri ndaj tij. Ushtri barkas si Liga e Vec dhe vajti nga pas Trump, por tek White House, tek YouTube, i kanali tyre, së cilin unë edhe direkt në kanalin tim, pjesa ku Rama shkonte dhe e prekte dorën e matë hoq. Nuk duan ta shikojnë. Rubio priti Osmanin, shuplak për Rama. Rama e përdori Osmanin. Foli për Thaçin, pa lidhje. Nuk mund të shesës nacionalizmin e madh kur ti nuk je, sepse dihesh që ti e detyrove Thaçin të firmoste për atë gjykat, të bashkë me Thaçin dhe me Blair doje të kafshoje trojet e Kosovës në veri, duke përdorur administratën Trump. Për Kongresi ka kaluar një ligj, kjo nuk ndodh më. Dhe ti ke qenë ai që ke thënë që Trump është fundi i njerëzimit. Qëndra aty e vetja. SPAC duhet merret me Abi Ban, me $100 milion transferta dhe aktor kryesor bashkëshortja e tij. Janë e grupi si katërshja Mao Zedongit, kjo ka 3 lindat. Dhe SPAC mund të shkojë thellë tek familjarët e tij. Balluku rrezikon 35 vjet dhe meriton 35 vite burg. Tani thon Zeqinet dhe Ballët Taulandët që mjafton me pezullim, jo, atë e di prokurori që kërkon arrestimin e saj. Dhe ajo në burg do të përfundojë, nuk ka rëndësi tani a më vonë, sepse dosja është shumë masive. Dhe çdo gjë e kaluar me firmën e saj tregon vetëm korrupsion. Urra, rrugë, çdo gjë që shkërmoqet. Dhe miliardat e oligarkëve në Manhattan, Miami, janë në radarët e amerikanëve. Nuk e shpëton dot ajo dhënie dore me donën e madh ose shtrirja barkas si Liga e Vec ndaj tij. Sepse Sinaloa, narkoshteti dhe hetimet e thella ndaj Sorosi, grupi strukturuar kriminal, por dhe ndaj McGonigal, kanë shumë edhe për ty. More me vete ministrin e pushtetit lokal. Unë kujtova se do të merje me mira palestinez në kampe, po mbasë ndodh më vonë, por mësoj se e përdor si xhol për lidhje me SPAC-un e josh, mbase i ka premtuar rrugës edhe për zëvendës kryeministër. Se ti kështu i përdor të gjithë. Por zvicerjani yt, Ametaj po flet shumë. Dhe çdo ditë dhe në tepër dalin skemat e vjedhjeve të pasurive, ti kanë gjetur dhe ishut e parajseve fiskale të familjarëve të tu. Këta godasin kur duan. Nuk e hyrë në zemrën e donit, si thonë sa pirujnë sigurimësash. As pak. Natyrisht, përmes fëmijëve të lastuar, ke bler heshtjen dhe ke marrë për oksigjen. Kështu kujtoj dhe Kadafi dikur. E keqja ka vetëm një emër në Shqipëri, quhet Rama. E keqja ikën me të keqe. Në çdo emision them ngriuni, luftoni për vendin tuaj, është moto e Bill O'Reillyt për The Focus. Protestat po rriten. Rama e di fundin e tij. Kërkon pazar, do të marrë goditje në Surrel dhe tek zyra e ish diktatorit ose gjysmë diktatorit Sheu. Natyrisht, ai e pa sa të ftoteshin amerikanë. Kërkoi takime, askush nuk e përfilli. E përbuzi. Edhe Spiro Pali hyri në departament, edhe pse takoi nivel shumë të ulët me ministrët jashtëm, apo Peleshit, të cilit i vunë dhe flamuj. Ty jo. Dhe ti e di sepse. Kandili ka kohë që është shuar, por ti problemin e ke me shqiptarët.
nuk të shpëton as Ivanka, as Kushner, as Netanyahu. Shqiptarët do ta japin atë që meriton. Kur kjo varet nga shqiptarët. Mustafa, I cili po hecte pas bustit, ishte qastit, ishte filluar shkundja dhe më thotë merret këta aparate të gan politike për përfituar ignorantët e politikës shqiptare, patronazhistët e tij në Shqipëri. Në qoftë do të ishte serioz, edhe paraqitja do të ishte serioze. Natyrisht që bordi I paqes u aprovua nga OKB-ja për gazën. Por Trump mendoj që të ishte I përjetshëm si guvernator ose president kryetari I bordit edhe mbas largimit nga shtëpia e bardhë. Dhe kjo krijoi problemin e jurisdiksionit si një organ paralel me OKB. Ndaj, elita perëndimore e Evropës nuk e pranoi ftesën e tij. Merz, Macron, Meloni, kryeministri britanik dhe të gjithë vendet perëndimore. Tek bordi I paqes, që nuk është thjesht për gazën, ku nuk ka asnjë strukturë demokratike, sepse Trump vendos veten kryetar I pavotuar I përjetshëm, madje tek bordi ekzekutiv fut dhëndrin e tij mediokër si Kushner, nepotizëm më të madh nuk ka. Ti e ka thënë do të jap titullin I dërguar për paqen. Dhe ai fillimisht ja ka dërguar thuhet 60 deri në 100 vendeve që të bëhen pjesëtar themelues të bordit të paqes. Ju e mbani mend se si fluturoi Rama sikur ishte një ftesë personale, nuk që, dhe ata u tallën me të duke mos e ftuar në Davos. Në qoftë se shikon, ata që kanë mbetur tek bordi I paqes janë rreth 20, janë figura autokrate, gjysmë autokrate diktatore me probleme të mëdha që kanë hall të duan të jenë sa më afër fuqisë më të madhe botërore Amerikës. Kanë të drejtë, kanë. Por kjo e bën bordin që të mos ketë vendet seris A. Pra Pakistan, Uzbekistan, Azerbajxhan, Katar, Vietnam. Sekretari I parë I Partisë Komuniste të Vietnamit do të fliste në bord. Ministrit I jashtëm do të pritej nga Rubio. I Uzbekistanit foli rusisht. Pra, janë vende që kanë le të marrim me Vietnamin, pse? Sipas medias të majtë amerikane, se këtu del çdo gjë, $2 miliard resorte për fëmijët e Trumpit në Vietnam. Presidenti I Indonezisë ka trusni të madhe në Indonezi. Është kapur në mikrofon kur I thot Trumpit që djali yt të më takoj mua, rreth $2 miliard deri $1 miliard. Witkoff, I cili qëndronte pa pikturpi tek ai podium I madh, nuk ka asnjë përvojë diplomatike. Si pas medias këtu po përfiton miliarda dhe ai. Është rasti I hotelit Roosevelt në Manhattan. Pronë e qeverisë Pakistanit kanë planuar që të jenë 50 me qeverinë amerikane, por është si PPP. $1 miliard janë për Witkoff, I cili nuk e ka idenë se çfarë kryen, në fakt është sekretari I shtetit de facto. Më I besueshëm nga Trump e dërgon në bisedat me Iranin, me Ukrainën, dështim. Dhe tashmë bashkë me Kushteri do të ndajnë këtë pushtet madh të miliardave dollarëve që do të shkojnë tek në një llogari në bankën botërore, por vetëm Trump ka drejt të drejtojë se ku shkojnë dhe askush nuk ka drejt të kontrollojë këto shpëzime të mëdha financiare. Thotë që Amerika si shtet do të japë $10 miliard. Këto je Kongresi. Kush do t'i kontrollojë? Por ky vend ka diçka, ndryshon pushtetin në dorë. Kongresi ka lënë nga demokratët, fillojnë hetimet. Pra, Trump në të gjithë veprimtarinë e tij politike ka show dhe thelb. Nuk I jep shumë rëndësi thelbit, por show. Dhe analistët mendojnë që ai bordi I paqes nuk ishte përgatitur mirë. I detyroi të pranishmit të flisnin me servilizëm si klona nga 1.5 deri në 2 minuta. Dhe të gjithë
do të thonin vizioni briljant i Trump, si thotë Rama. Mos ngatro. Vesh një problem për një figurë shqiptare. Do të thotë edhe të lumë. Por ti mban lubin, ish pastruese në Atinës. Nuk mund të përflasësh ti prokuror amerikan. Sepse prokuror amerikan të kanë hetuar ty. Është 8.000 faqe dosja me Ganigel. Edvin. Nuk ikën. Dhe natyrisht një shtrëngim dore nga zyra që përfaqëson se ti ke qenë privat në përperëndim. Dhe nuk ka nevojë ta them unë. Ta ka thënë nana. Ke qenë poshtë urave, ke shitur ikonat. Madje ai shkon dhe thonë pa prerë, nuk po shkoj deri atje. Se në Amerikë nuk e pasur shans të vije përpara 97-s. Apo jo. Por në 97-ën ti hidhi e vrerë, bashkë me një shok që mban në kapele Che Guevara kundër qeverisë shtetit shqiptar. Nuk të sponsorizonte nana të shkruaje tek New York Times. Ishte Soros. Dhe Soros është nga një figurat më të ndyra këtu. Kur vinte James Baker në Tiranë, shtrëngonte duart të përqafoi me Remezalin dhe i thoi, "Ket fala nga presidenti Bush, kjo është diplomacia." Por zotëri edhe Tukjakova ka shkuar në Departamentin e Shtetit. Mos ngatro ftesën me zyrën që përfaqëson me personin tënd. E mban mend kur vije në New York përpara se të fitojë në 2013. McDonald's i lutesh Andi Sorasanit të çonte në studio. Dhe mbase fitove, duke vjedhur miliardë dollar, ti guxon i hedh dorën qaf Macronit, Trumpit, sepse ti mund të kesh disa herë miliardë dollar më shumë se ata. Por fundi matmët. Dhe fundi është i keq për ata që bëjnë qia për kombëtar. Pas të diskutohet në Kudo në Shqipëri.